Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria nuk mund ta humb trenin për të hyrë në BE. Ky ka qenë mesazhi i kryeministrit Edi Rama gjatë një bashkëbisedimi që zhvilloi këtë të hënë në Selin Roz në Tiranë. Rama tha se mandati i katërt duhet për të bashkuar me familjen e madhe europiane. 800 shtetas të huaj për të punësuar në sektorin e turizmit do të mirëpres Saranda këtë vit. Kreu i shoqatës së turizmit Arben Qipa e lidh këtë bashkëpunim me rritjen e numrit të turizmit në këtë qytet dhe mungesën e burimeve njerëzore vendase. Në spitalin e Tepelenës është shënuar një rritje e rasteve me gjendje gripale me rreth 20 pacient që paraqiten çdo ditë në urgjencë. Krahas gripit janë evidentuar edhe raste sporadike me COVID-19. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, sidomos për të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike, ndërsa theksohet rëndësia e diagnostikimit dhe trajtimit të hershëm. Dhoksati është një prej zonave me bukuri e vlera natyrore në Lunxhëri, ku dominon më së shumti trashëgimia historike e ajo kulturore. Në këtë periudhë pranverore, banorët kanë filluar të punojnë tokat dhe të mbjellin perimet tipike të sezonit. Aktivitetet e tyre bujqësore dhe blegtorale janë në kulm dhe fshati, me bukurinë e tyre natyrore, ofron një atmosferë autentike. Ju njohim tani më gjerësisht, Shqipëria nuk mund ta humb trenin për të hyrë në BE, ka qenë mesazhi i kryeministrit Edi Rama gjatë një bashkëbisedimi që zhvilloi këtë të hënë në Selin Roz në Tiranë. Rama tha se mandati i katërt i duhet për të bashkuar me familjen e madhe europiane. Kryeministri dhe njëherëzi kryesocialisti Edi Rama vlerësoi se sfida e mandatit të katërt të PS-s në zgjedhjet e 11 majit është antarësimi i Shqipërisë në BE, që krahas lirisë dhe të drejtave do të jetë një vlerë e shtuar financiare për ekonominë e Shqipërisë. Mandati më i fortë deri më sot për Partinë Socialiste, për këtë forcë qeverisë që 2030 ta gjejë Shqipërinë brenda Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian, ndër të tjera, se është dhe ana tjetër e medaljes, nuk është vetëm çështje lirish dhe drejtash, është dhe një çështje drejt për drejt e lidhur me ekonominë dhe me rritjen e mirëqenies. Disa e thonë pa të keq që kush është në BE po shef keq. Mo bet kot. Të gjitha problematikat e brendshme të BE-s janë problematika që ne do donim të kishim, në vend se të kishim problematikat që kemi trashëguar dhe me cilat mezi po ndahemi. Por të gjithë u duhet thënë ama, në çdo takim, që BE-ja është një vlerë e shtuar financiare për Shqipërinë. Që ne në 10 vjet kemi marrë nga Bashkimi Evropian si mbështetje pak më shumë se 1 miliard euro. Duke hyrë në BE, çdo vit do të marrim më shumë se 1 miliard euro. Ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian mbështetje për bujqësinë, që është shumë më pak në total se sa 300 milion euro, ndërkohë që 300 milion euro do t'i marrim çdo vit vetëm për bujqësi. Rama thekson se në BE hyn në një familje ku ka të rritur dhe ku ka të vegjël, ku ka vende të mëdha dhe të zhvilluara, por edhe më pak të zhvilluara, dhe aty janë të ndara kategoritë. Janë kontribuesit që janë rritur në një familje dhe janë përfituesit siç janë më të vegjëlit në një familje, dhe ne do të hyjmë te kategoria e përfituesve. Ne do të marrim nga BE shumë më tepër se çdo të kontribojmë, sepse të mirat që burojnë nga të qenit në BE janë shumë më të mëdha se të mirat që do të ngeleshin duke qenë jashtë. Wanderlust in Albania është konkursi më i ri krijuar nga Agjencia Kombëtare e Turizmit dhe në qendër është fotografia për vendin ton. Drejtoresha e kësaj agjencie, Zana Çela, ndau detajet e konkursit duke ftuar të gjithë ata që kanë profesion ose pasion fotografin të marrin pjesë.
Wanderlust in Albania rikthehet për edicionin e tij të dytë. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit shpallën hapjen e konkursit ndërkombëtar Wanderlust in Albania në edicionin e tij të dytë. Konkursi është një ngjarje e rëndësishme për promovimin e turizmit në Shqipëri, ndaj synohet një pjesëmarrje e gjerë profesionistësh dhe amatorësh të fotografive dhe videove. Wanderlust in Albania, që në fakt është një promovim përmes një tregimi tepër autentik, tregimit të vetë vizitorëve. Sot ne do të promovojmë dhe anoncojmë hapjen e edicionit të dytë të këtij konkursi, i cili ashtu siç vjet përbohet nga 11 kategori. Pra edhe këtë vit konkursi do të përfshijë kategorinë e peizazhit, pra video të një peizazhi natyror, malor, bregdetar, foto panoramike gjithashtu të qyteteve të Shqipërisë, të fshatrave turistike të Shqipërisë. Konkursi do të shërbejë për promovimin e turizmit në Shqipëri, ku 11 kategori të ndryshme janë në dispozicion që secili të dërgojë foto dhe video të Shqipërisë turistike të realizuara në 2 vitet e fundit. Apo 33 motorheqëse të çdo kategorie. 800 shtetas të huaj do të mirëpres Saranda këtë vit për sezonin e ri turistik. Këtë e bën me dije kreu i shoqatës turizmit Arben Qipa, i cili e lidh këtë bashkëpunim me rritjen e numrit të vizitorëve në këtë qytet dhe mungesën e burimeve njerëzore vendase. Sezoni turistik veror ndihet çdo ditë më afër në Sarandë. Kjo ka bërë që agjencitë dhe operatorët e turizmit të nisin punën për të siguruar burimet njerëzore. Kreu shoqatës së turizmit Arben Qipa thotë se për të plotësuar bashkëllokun e 2024-s, këtë vit janë kryer përmes agjencive turistike dhe operatorëve hotelier të Sarandës dhe Ksamilit aplikime për punonjës nga jashtë Shqipërisë. Muaj maj të paktën duke përfshirë Ksamilin edhe Sarandën, janë rreth 800 emigrantë të cilët kanë bërë aplikime nëpërmjet agjencive turistike dhe operatorëve tjerë hoteleria për t'i angazhuar në punët tona sezonale. Pra, një kontingent rreth 800 person të rinj, këto janë nga Nepali, janë nga India dhe nga Afrika. Janë nga zonat të cilat padyshim edhe vlerësimi ekonomik që ne bëjmë ose marrëveshjet janë të përballueshme. Në krahasim me punonjësit vendas, e vërteta është se intereson për subjektet. Sjellja dhe punësimi sezonal i emigrantëve të huaj nuk do të thotë menjanimi i vendasve, por plotësimi i numrit të mjaftueshëm të tyre për një sezon që pritet të jetë më intensiv. Nuk është kënaqësi të themi që ne sjellim të huaj dhe nuk angazhojmë vendasit, ne vendasit i angazhojmë, por na rezulton se numri nuk është i mjaftueshëm. Dhe nga ana tjetër edhe vendasi duhet të shohë që fillon konkurenca edhe në nivelin e tyre dhe në fushën e tyre. Konkurrencë dhe ofertë. Kështu që në këtë kuadër të dëgjojmë të gjithë dhe të kemi sy të hapur. Punësimi i 800 shtetasve të huaj këtë vit në shërbime turistike të Sarandës dhe Ksamilit pritet të nisë në muajin maj. Kjo vlerësohet si një ndërrisi tek këtij sezoni në fushën e burimeve njerëzore. Në spitalin e Tepelenës është shënuar një rritje e rasteve me gjendje gripale me rreth 20 pacient që paraqiten çdo ditë në urgjencë krahas gripit. Janë evidentuar edhe raste sporadike me COVID-19. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, sidomos për të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike, ndërsa theksohet rëndësia e diagnostikimit dhe trajtimit të hershëm. Në spitalin e Tepelenës, gjatë kësaj periudhe është vënë re një rritje ndjeshme e rasteve me gjendje gripale, sipas të dhënave nga urgjenca. Çdo ditë paraqiten mesatarisht rreth 20 pacient me simptoma gripi. Përveç rasteve gripale, janë evidentuar edhe raste sporadike me COVID-19, duke krijuar një fluks të shtuar në repartin e urgjencës. Ka pasur raste të shtuara të gjendjeve gripale, prekin të gjitha moshat, prekin edhe fëmijët, kryesisht të rinjt, por edhe moshat të tjera. Është një formë gripi e zakonshme, po që jepet ndërlikime, sidomos në rastet kur zgjat temperatura, jepet ndërlikime të rrugëve të frymarrjes, me bronkopati, bronkite, dhe ndërlikime tjera. Kemi pasur dhe raste me pneumoni, kemi pasur dhe raste me versament që janë ndërlikimet pasojat të gripit. Aktualisht
gjendja duket në përmirësim, nuk kemi më raste shuar, krahas gjendjes së gripit, kemi edhe raste me Covid që vazhdojnë të ketë, bile kemi të cilat duhet të vlerësuar sepse ka raste që bëjnë edhe ndërlikime. Rasti më i fundit ishte një rast i dieshëm që bëri tromboemboli pulmonare, ndërlikimi i saj ishte rasti i pamjekuar sepse ishte trajtuar thjesht si gjendje gripale. Mjekët apelojnë qytetarët që do tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht grupet më të rrezikuara, si të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Këshilla ime është që të gjitha rastet që zgjasin më shumë se 2-3 ditë të temperaturës duhet të paraqiten për ndihmë mjekësore. Duhet paraqiten për të marrë ndihmë pranë mjekëve të familjes ose edhe mjekëve specialistë. Të gjitha rastet që pastaj nuk ndihen mirë, kanë temperaturë të lartë, fillojnë me shfaqje sekrecioneve, në keqësimi gjendjes përgjithshme, gjithashtu duhet paraqiten edhe tek ne për të bërë ekzaminime më të plota dhe për të marrë trajtim, sepse janë pasoja, janë ndërlikime që i shkaktoi ky formë gripi që ishte këtu. Ndërkohë, spitali vijon të përballojë fluksin e pacientëve, ndërsa mjekët theksojnë rëndësinë e një diagnostikimi dhe trajtimi të hershëm për të shmangur komplikacionet e mundshme. Dhoksati është një prej zonave me bukuri e vlera natyrore në Lundxhëri, ku dominon më së shumti trashëgimia historike dhe ajo kulturore. Në këtë periudhë pranverore, banorët kanë filluar të punojnë tokat dhe të mbjellin perimet tipike të sezonit. Aktivitetet e tyre bujqësore dhe blegtorale janë në kulm, dhe fshati me bukurinë e tij natyrore ofron një atmosferë autentike. Sot kemi udhëtuar drejt fshatit Dhoksat, i cili ndodhet në njësinë administrative Lundxhëri në bashkinë Gjirokastër. Ky fshat i vendosur në një pozicion me pamje të mrekullueshme është një destinacion i preferuar për ata që duan të zbulojnë natyrën dhe traditat shqiptare. Në këtë stin banorët e fshatit Dhoksat kanë nisur të merren me punët e pranverës. Ata janë duke punuar tokat e tyre dhe kanë filluar të mbjellin perime tipike të kësaj periudhe. Stina e pranverës erdhi shumë shpejt. Edhe shumë e mira edhe me çdo gjë, këtu do jetë më e mirë si vjetë, në vitrat e kaluara, edhe në çdo vit tjetër. Se erdhi bihari shumë që një muaj më para. Tani në pranverë janë ditë të bukura, sepse dalëm nga dimri dhe hym në pranverë. Fillojnë, qelin lulet, gjethet, mbushet vendi me aromra, Kemi mbjell këto qepët patatet, kemi mbjell në vjesht erza, spinaqra, gjëra që i përdorim gjatë kohës. Edhe kemi përgatitur tani në farishte këto fidanat që do t'i mbjellim në tokë. Moshatar janë të tërë, po të tërë, ja. Me këto merren tani. Banor punëtor? Shumë punëtor, shumë janë. Punëtor. Nuk duan të vend të blejnë gjëra, do t'i bëjnë vetë të gjitha bilet të shesin, jo të blejnë. Qep, patate, këto janë të stinës. Tani pastaj do vinë barbunjat, ajo domatja, speca, patërgjania, salatori, kungulli, këto të gjitha merat. Një nga karakteristikat më të veçanta të fshatit Dhoksat është se ai po bëhet gjithnjë më i njohur për turistët e huaj. Banorët thonë se vizitueshmëria ka nisur të rritet dhe se ky është një tregues se fshati po tërheq vëmendjen e shumë turistëve, të cilët duan të përjetojnë traditat dhe bukuritë natyrore të kësaj zone. Vinë nga gjitha vendet, po shumë nga Gjermania, nga Anglia, nga Italia. Po tani në këtë stin fillojnë dhe... Po ka dhe tani, ka. Ja, po të qëndrosh ditën këtu, mund të shosh një grup që vjen bën vizitë në fshat. Fjalin e shtymë që ka një perspektivë, do vi vetë në Shqipëri, thotë. Si punoja ne ku është, do vi vetë në Shqipëri, thotë, edhe do të vë shtëpinë në një sistem turizmi. Ushqimet e zonës këtu i pëlqejnë. Ja është ai që ka të bujtinën aty, vinë turista. Dhoksati është një vend që ofron një përvojë autentike dhe mikpritëse për ata që e vizitojnë. Banorët e tij gjithnjë më shumë po investojnë në funksion të këtij sektori. Pranvera në parkun natyror të Virojt ka rritur edhe numrin e vizitorëve, qetësia dhe pamja që të ofrohet në këto ditë marsi në këtë objekt natyror është edhe një mundësi e shkëlqyer për aktivitete të ndryshme për të gjitha grupmoshat.
Parku i Virojt me pozicionin e tij strategjik, vetëm 3 kilometër larg nga Gjirokastra, është një vend ideal për të kaluar disa orë në natyrë. Ky monument natyror ofron një mundësi të shkëlqyer për pushuesit dhe relaks, duke qenë një pikë e rëndësishme, jo vetëm për banorët e qytetit, por edhe për vizitorët. Për më tepër, ky park është një mundësi e shkëlqyer për aktivitete të ndryshme, si ecje, vrapim dhe aktivitete për fëmijë, duke ofruar një mjedis të përshtatshëm për të gjitha moshat. Ka filluar të shfrytëzohet mjaftueshëm, jo mirë. Natyra këtu i ka dhënë plot gjëra. Po të shfrytëzohen këto që janë, të mjaftueshme janë. Nëse do të shtoheshin, do të qenë akoma më mirë. Të shtohej fauna e kësaj, domethënë duke shtuar këtu për shembull, siç ka qenë dikur me peshkim, që një pjesë e moshës të tretë që janë pensionistë ose persona të apasionuar pas peshkimit të kenë mundësi të peshkojnë. Le që vim këtu ditë për ditë, se këtu qetësojmë trut. Edhe këta shokë pa unë bëjnë dhe ecje, se i bje na 2-3 kilometra sa bëjnë këta, edhe pimë dhe na një kafe, shlodhim trut këtu para Virojt dhe mire gjejmë veten e këtu. Po jam përse gjejmë farë kënaqësi e këtu. Kodrat për rreth, pamja e bukur me liçenin dhe burimin e mëmës së Virojt e bën këtë park të veçantë. Parku i Virojt ka fituar statusin si monument i natyrës që nga viti 1982, padyshim i ka shtuar më shumë vlera dhe prestigj për këtë vend të mrekullueshëm. 34 vjetori i shoqatës Çamëria është përcjell me aktivitete të shumta në Sarandë të pranishmit dhe themeluesit e kësaj shoqate risollën në vëmendje vështirësitë e krijimit, por edhe sfidat dhe kontributin e kësaj shoqate në këto dekada. Si një ditëlindje u përjetuar në Sarandë themelimi i 34 viteve më parë i degës së shoqatës patriotike adetare Çamëria. 17 marsi i vitit 1991 u kujtua për vështirësitë e kohës, por edhe për fshirjen e shpejtë si një degë më vete dhe e rëndësishme e shoqatës kombëtare Çamëria. Gjafer Gjiliga, Ekuran Alili, Isen Nisi, Alus Sejko, Qanis Ulo janë themeluesit e parë të shoqatës politike adveçare Çamëria këtu e 34 vjetë më parë. E para në Shqipëri, pas viteve 90, që lidi si pasoj e një thirrje të një nga krajinave më të bukura. E kjo thirrje vite nga toka mëm e Çamërisë dhe tani kjo tokë po kërkon dhe llogari. Përfaqësues të kësaj shoqate, por edhe intelektual të Sarandës, sollën në kujtesën e të pranishmëve mbajtjen e kuvendit të parë pasi ishin kapërcyer vështirësitë e organizimit në qytete dhe në fshatrat përreth. Është një ditëlindje për shoqatën tonë Çamëria. Kuvendi i parë i shoqatës u mbajt më 17 mars të vitit 1901. Këtë zjarr që ndezën në 1991 të mos salën të shuhet asnjëherë. Të kthehemi në vatrat tona, në shtëpitë tona, por pa ndruar kufit, pa prekur kufit, të bëhemi faktor miqësie dhe stabiliteti midis Greqisë dhe Shqipërisë. Vetëm kur ka miqësi mund të zgjidhen problemet historike. Si një vajzë e rritur në Labëri, isha mësuar të dëgjoja shpeshherë këngët labe. Ardhja si nuse në Çamëri, më përballej me një bibliotekë të gjerë familjare, rastet e saj para ishin libra për Çamëri. Shumë vjersha më kanë pëlqyer, shumë krijime të bukura, të ngrohta, të dhimbshme, të gjalla, të vërteta, por ajo që nuk më ka ikur asnjëherë nga mendimet e mia është vjersha e Fatos Melo Rapaj, Brenga e Çamërisë. Çamëria janë një, janë bashkë. Janë e do të mbeten të fortë e të bashkuar si maljet që i kanë lindur dhe rritur. Unë jam labi nga fshat Qam, jam rritur në fshat Qam, e di që nga familja ime dramat e Çamërisë dhe puna që kam kryer, më ka njohur më shumë me historinë e dhimbshme të krahinës Çamërisë.
Në aktivitetin organizuar me rastin e 34 vjetorit të themelimit morën pjesë edhe përfaqësues të shoqatave si Motra, Silabëria, Tomori, shoqatës egjiptiane të Sarandës, shoqatës Hasan Tassini e të tjerë. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshi.